Një tërmet i magnitudës 7.4 goditi Tajvanin më i fortë i regjistruar në 25 vitet e fundit, siç thotë drejtori i Qendrës Sismologjike të Taipeit, Wu Qianfu. Një sër ndërtesash janë dëmtuar, me 10 vet mendohet të kenë mbetur nën gërmada, ndërsa bilanci i viktimave për momentin është fiksuar në 7 të vdekur dhe gati 740 të plagosur. Tërmeti i parë u lokalizua 18 kilometra në juglindje të qytetit Hualien, rreth 155 kilometra nga Taipei. Pas goditjes së parë pati edhe 58 lëkundje të tjera, 9 prej të cilave mjaftueshëm të fuqishme. 2 prej tyre ka përcyen magnitudën 6. Një paralajmërim për tsunami u lëshua në Tajvan dhe në Japoni, sidomos për zonat bregdetare që rrethojnë Okinavën, ndërsa fluturimet nga aeroporti Nahas u pezulluan. Megjithatë, më vonë paralajmërimi u tërhoq. Një alarm i ngjashëm u dha edhe në Filipine, ku u kërkua banorëve pranë Bregdetit që të evakuoheshin. Për shkak të dridhjeve të tokës, operatori i energjisë Taipower njoftoi se mbi 87.000 banesa kishin mbetur pa energji elektrike, ndërsa shtoi se 2 centralet bërthamore të vendit nuk janë prekur nga situata. Tërmeti i fundit më i fuqishëm i regjistruar në Tajvan ishte ai i magnitudës 7.6 i vitit 1999, që vrau gati 2.400 persona dhe shkatroi 50.000 godina. Ishulli tronditet vazhdimisht nga tërmetet për shkak të vendodhjes së tij në unazën e zjarrit në pajisor, ku gjenden dhe vulkanet më aktive të botës. E kjo zonë është gjithashtu vendi ku ndodhin shumica e tërmeteve për shkak të shtyrjes së pllakave tektonike me njëra tjetrën. Kina, e cila prej kohësh kërkon të rimarrë kontrollin e Tajvanit, shprehu shqetësimin e saj për situatën, përcolli ngushëllime për jetët e humbura dhe u shfaqe gatshme të ofrojë ndihmë dhe asistencë teknike për situata katastrofash.